Je gëzimim dhe kënga ime, je burim I shpresës ime Zot, je shpëtimtar I jetës ime, ku tjetër mund të shkoj. Shpirti im që në forcë tek ty, me dashuri Zot, ti më mbulon, dhe kur gjendem në vetmi, me dashuri Zot, ti më mbulon. Ditë për ditë dhe çdo natë do të kujtoj, ti për mua Zot lufton, kur vin sujt në krah më mban, dhe unë fitore kam, në çdo betejë fitore kam. Dashuri Zot, ti më mbulon, dhe kur gjendem në vetmi, ti më mbulon. Si trenusha që kërkonoj ashtu unë ty të kërkoj. Ti e malli dhe mësime dhe dua të lavdroj. Ti mësime dhe dua të
Hej, Lirikum, sa për lexume një pjesë nga fjalët e urta kapitulli 3, vargu 1 deri tek vargu 12. Sot kam dëshirë të ndaj me ju të besosh. Të besosh nuk është e lehtë, sidomos në kohë që po kalojmë. Edhe arsyeja është sepse shumë njerëz, edhe rrethana që ne kalojmë na bajnë për mos me besu. Dikush tha asnjëherë mos i beso askujt që thot me beso. Apo ndoshta më shumë si asnjëherë mos beso në një politikan që thot me beso. Lejoni t'jap disa shembuj lidhje me kur mas me besu. Mas i beso dikuj kur thot unë s'kam t'i thënë kërkuj. Asnjëherë mos besoni një shitës makinash për shembull, që shet makinash për dorën edhe thot kjo makina shkret e mirë, si e re. Asnjëherë mos i besoni një predikuesi që thot ky predikim nuk është i gjatë. Asnjëherë mos i besoni Zotit Qenit kur thot mos u shqetëso se nuk të kafshon. Besoj se tanë kena bë provë diçka të tilla. Asnjëherë mos i besoni dikujt që thot mos më telefono se të marron më vonë. Ose asnjëherë mos i besoni dikujt që thot unë kurr nuk kam bë diçka të tillë. Asnjëherë mos i besoni dikujt që thot mos u shqetëso se nuk kanë për më na kap. A kena pas njerëz tillë rreth rrotull në herë, tham se po. Asnjëherë mos i besoni dikujt që thot unë do të kujdesem për gjithçka. Ose asnjëherë mos i besoni një mekaniku që thot unë do ta riparoj dhe do ta bëj si të re. Më kujtua edhe një shprehje tjetër. Asnjëherë mos i besoni një dentisti që thot ka për dhimbt vetëm pak. Unë e kam bë provë, nuk është krejt ashtu si thot dentisti. Ose mos i besoni kur një pianeci kur thot kam pi vetëm 2 pika. Apo dikuj që ka një vesë thot unë mund ta lej kur duane. Asnjëherë mos i besoni dikuj që thot ju s'keni për të vdek as pak, sepse Perëndia e di që kur të hani prej saj, syt tuaj do të hapen dhe ju do të jeni si Perëndi, duke njoftë mirën edhe të keqen. A ju kujton kopshtin e Edenit? Dhe lista vazhdon, edhe në një botë mos besimi. Kujt mund t'i besojmë? Salomoni, ky personazh tek fjalët e urta që ne lexuame, na tregon për një person cilit gjithmonë mund t'i besojmë. Na tregon se kujt munda me ju lën plotësisht pa pas frikë. Dhe cili është ky besim për cilin Solomoni po flet? Fjalët e urta, kapitulli 3, në vargun 5, 6 dhe 7, do të shohim të vendosim besimin tonë në personin e duhur, do të shohim për personin e duhur, thot, ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në mençurinë tënde. Pranoja atë në gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua, mos e maj veten të urtë në sytë e tu. Ki frikë nga Zoti dhe hiq dorë nga e keqja. Kam dëgjuar plot njerëz me famë apo me emër që shpesh herë përmendin fjalën besoj i vetes. Krijoni modelin e vetit ku do të jeni të lumtur edhe të jetoni gjithë jetën tuaj ashtu. Besoni në maksimumin tuaj duke ndesh shkëndijat e vogla, mundësitë që janë brenda jush për një flak të arritjesh të mëdha. Besoni vetes? Vërtet? Dashur miq, unë vërtet besoj se të gjithë kemi nevojë për një sasi të caktuar vetbesimin në jetë, por ekziston edhe një kufi se sa mund t'i besojmë vetes. Dhe arsyeja pse e them këtë është për shkak të asaj që thot Zoti në fjalën e tij. Isaia 29:13 Zoti thot, këta njerëz më afrohen me gojen e tyne dhe më nderojnë me burst e tyne, por zemra e tyne është larg. Adhurimi i tyne ndaj meje përbohet vetëm nga rregullat mësuar për njerëzve. Isaia 55 vargu 7 dhe 9 thot të pabesët le të braktisin rrugët e tyne dhe të padrejtet mendimet e tyne dhe le t'i drejtohen Zotit dhe ai do të mëshirojnë ata tek Perëndia jon, sepse ai do të fal lirisht. Sepse mendimet e mia, thot Zoti, nuk janë si mendimet tuaja dhe as rrugët e mia nuk janë si rrugët tuaja. Thot Zoti, ndërsa qetë janë të lartë dhe toka kështu janë edhe rrugët e mia, të larta dhe rrugët e tua, ndaj rrugëve të tua. Të dashur miq, le të mbështetemi tek Zoti
Dhe nuk tingëllon mirë kur mendojmë se mund t'i besojmë njeriut. Zemrat tona njerëzore janë të mashtrume. Ne themi një gjë dhe bëjmë një gjë tjetër. Edhe adhurimi jon nuk është i sinqert, ne nuk mendojmë ose bëjmë si Zoti mendon, edhe ashtu si Zoti na krijoi. Si pasojë ne nuk kena shumë besim në mbështetnat e vetja jonë. Fjalët e urta 16:18 thot krenaria shkon para shkatrimit, një frym me një malle para rënjes. Ki besim pra tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoj në tëna rrugët e tuaja dhe ai do të drejtoj shtigjet e tuaja. Mos i urt në sytë e tu. Ki frikë nga Zoti, shmanget keqen. Na jena të dobët të dashur miq, por ai është i fortë. Na jena ignorant në shumë mënyra, por ai është i urtë dhe i gjithdijshëm. Në shpresën tonë na nuk mund të ecim shumë, por në shpresën e Zotit po. Ne bëjmë gabime, ai është i përsosur. Ne kemi nevojë për me besu tek ai sepse ai është i dashur. Një ditë, nërsa po qëndroja me Mateon, djalin tem, ai po lunte në krevatin e tij lart në katin e dytë, një krevat marinar, edhe unë isha shtri në tokë, kur dëgjova, me prit bab. Dhe ai kërcej duke fluturuar me mu, edhe unë e kapa në krah dhe u shkapeta për tokë. Për momentin ishta pa frym, por kur më erdhi fryma, i bërtita, pse u holle kështu më Mateo? Dhe ai ma ktheu, am ki thonë që unë gjithmonë kam me të prit, kështu është edhe me Zotin, atin tonë qellor, duhet i besojmë vetëm atij. Diell Moody tha, beso te vetja jote dhe je i dënuar me zhgënjim. Beso te miqtë e tu dhe ata do të vdesin dhe do të lajnë. Beso te reputacioni që ke dhe në një e folur e shpifur mund ta shkatrojnë atë, por beso te Zoti dhe nuk do të humni kurrë kohë ose përjetësi, po besove në Zotin. Isaia 26:3 dhe 4 thot mendjes që pushon te ti je paqe të përsosur. Amen. Kini besim te Zoti për jetë, sepse Zoti është shkami i përjetshëm. Diçka e dytë që kam dëshirë të shohim së bashku tash të lejojmë besimin ton, bekojnë jetën tuaj. Fjalët e urta 3:8 thot kjo do të jetë shërim për nervat e tua dhe freskim për kockat e tu. E kur isha më i ri, vrapoja noshta për ditë, basha ushtrime edhe mendova që asnjë gjë s'kam më ngadalsu, edhe isha plot energji. Edhe një mjek që mbani vizitë tha, je personi më i shnetshëm që njoh. Noshta do të më bëj shefin, por zakonisht isha mirë. Disa vjet më vonë, marrësisht që theva dorën ndërkohë që isha të luajt futboll edhe 2 herë brenda muajit, shkova te mjeku dhe më tha, "Mor djalë, ki kujdes, sepse nuk je më i ri." Mendoj se ka gabu person. A premton ky varg shnet mirë për ata që besojnë te Zoti? Jo plotësisht, por në disa mënyra po. Sa herë që vendosim besimin tonë te Zoti, bëjmë mirë, jetojmë siç duhet dhe përpjekna për me jetu një mënyrë jetese të shëndetshme. Ne do të bekona me një shëndet mirë. Ndoshta jo shëndet përsosun, por shëndet mirë. Dhe shëndeti i mirë është një bekim nga Zoti. Por gjithashtu e dim që jo të gjitha ato gjërat që ne bëjmë, jo gjithçka që bëjmë apo kena në këtë botë është çfarë na duhet. Dhe ne nuk duhet të varemi nga çka kena, por çfarë bëjmë dhe çfarë investojmë për përjetësinë tonë. Sepse çdo gjë këtu do kalojnë, do venitet, por ajo që është në Zotin do qëndrojnë, prezenca e Zotit do qëndrojnë, prania e Tij, lutjet tona nuk do të hupin kurrë, nuk do të veniten kurrë. Vënia e besimit tonë te Zoti është mënyra më e mirë për me jetu. Vendosja e besimit tonë tek ai mund të na bekojnë me shëndet më të mirë. Për shembull, ne e dim që nëse dëmtojmë trupin tonë, nuk po dëmtojmë veten, por edhe atë çfarë Zoti ka kriju, edhe tempullin e Tij. Dhe kështu kujdesna me kanë më të shëndetshëm. Por kujtoni gjithmonë këtë. 1 Timoteu 4:8 thot, sepse ushtrimi i trupit është i dobishëm për pak gjë, kurse perëndishmëria është e dobishme për çdo gjë, sepse përmban premtimin e jetës përjetshme, jetës tashme dhe asaj që do të vinë. Të jetosh një jetë përjetshme duke i besuar Zotit, do të na sjellin dobi shpirtërisht më shumë se sa gjithçka tjetër. Kjo jetë fizike po marrën dhe ne shpresojmë për një jetë më të mirë.
një jetë përjetshme, sepse kemi mbështetur besimin ton te Zoti dhe jo te vetja jonë. E treta që kam qef me nda me ju është tregoni provat e besimit tuaj. Fjalët e urta 3 vargu 9 thot ndëro Zotin me pasurinë tënde dhe me frytet e para të çdo të ardhure që ke. Hambarët e tu të grurit do të jenë të plot e përplot dhe vozët e tua do të gufojnë me musht. Dhe kështu vazhdon na tregon se si Zoti disiplinon ato që i dën, si një baba birin e vet i cili kënaqet. Ndëro Zotin e pasurinë tënde. Kjo do të thotë kthej përënis një pjesë të bekimeve të tuaja dhe pranoje Zotin nëse ai ju disiplinon për të mirën tuaj. Të dyja këto mendime më tregojnë se ne duhet të tregojmë prova në këtë jetë që ne i besojmë Zotit, sidomos në kohë të vështira si këto që ne po kalojmë. Për shembull, keni parasysh pudingun, si më e provu sa e mira është pudingu është vetëm kur e han atë. Prova e besimit ton është se çfarë ne bëjmë, është ajo çfarë ne besojmë në Zotin, çfarë ne jena duke i jetu, si veprojmë në vështirësitë e jetës tonë. Këto janë provat tona. Për me përfundu, po ndaj me një histori shumë inkurajuese me secilin prej jush. Corrie ten Boom ishte një e mbijetuar e Holokaustit. Ajo ishte e krishterë, edhe ishte nga Hollanda, e cili ndihmoi shumë hebrej për me shpëtu nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Ajo tha, mos kini kur frikë, ti besoni një të ardhme të panjohur, një Zoti të njohur. A nuk është e mrekullueshme? Lejoni ta lexoj edhe një herë për ju. Mos kini kur frikë, ti besoni një të ardhme të panjohur, një Zoti të njohur. Kur një tren kalon nëpër tunel, edhe errësohet gjithçka, ç'a bën ti? Gris biletën edhe hallesh për i trenit, apo i beson makinistit që po e drejton trenin? Jam i sigurt që jetët tona janë në dorën e Zotit. Prandaj të dashur miq, ki besim me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoj në të gjitha rrugët e tuaja. Shikoni çfarë thot, lejoni ta lexoj edhe një herë këtë pjesë për ju. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në mençurinë tënde, në rrugën tënde. Pranoj në të gjitha rrugët e tuaja dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Mos e maj veten të urtë në sytë e tu. Ki frikë nga Zoti dhe hiq dorë nga keqja. Hiq dorë nga keqja. Sot më shumë se kur në këtë kohë pandemie ku pothuajse jemi duke u mylla edhe një herë, du me ju inkuraju që mos keni frikë, besoni përënis, tregoni me besimin tuaj se sa shumë e doni Zotin edhe se sa të mvarun jeni prej përënis. Ne bëjmë mirë që kujdesna, nuk është turp, nuk është gabim që të kujdesesh për veten tënde, por mos ki frikë, besoj përënis. Vendose gjithçka që ti ke në dorën e Zotit, edhe ec hap pas hapit me te. Shpresoj me gjithë zemër që këto fjalë dhe ky mesazh të qenë inkurajim për ty. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë online për momentin, do të njoftojmë hap pas hapit në rrjetet tona sociale për takimet që do kena në sallën, na do të mbledhna bashkë apo jo, por deri në takimin tjetër, lutem me gjithë zemër që Zoti me ju beku shumë. Edhe më lejoni që në këto momente lutem për ju. Aty ku jeni, në shtëpinë tuaj, në makinë, në kafe, mbylli syt. Le të lutna së bashku. Perëndi i dashur, lutem që ti me beku se cilin prej nesh. Lutem për fëmijët e tu, Zot, që ti me derdh mëshirën tënde mbi ne, Zot. Lutem që ti me nal këtë pandemi. Lutem për mbrojtjen tënde, Zot, mbi jetët tona. Lutem o Zot për shërim për ata që kanë nevojë, Zot, për ushqim për ata që kanë nevojë, për ngushëllim edhe për paqe për ata që kanë nevojë në këto momente, për siguri, Zot, edhe largo ankthin, stresin. Lutem për gjithë ata që janë të dobët, i sjellim përpara teje. E të falenderojmë që ke vendosur këtë besim në ne që nuk është në njeriu, nuk është në doktorin, nuk është në ilaçin, por është në ty. Pastaj çdo gjë tjetër rrjell prej teje. Çdo urtësi, çdo mirësi rrjell prej teje. Ne t'japim ty lavdinë, Zot, në jetëve në emrin e Jezusit. Amen. Jo dushëm,
edhe shpresoj që shihna sa më shpejt përsëri së bashkut. Zoti ju bekoftë shumë. Amen.